Përshëndetje, miqtë e mi. Mirësevini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Dikush të mendon shumë. Ti je gjithmonë në mendjen e tij. Kush është ky person që të mendon në çdo çast, në çdo moment, në çdo sekond? Pra ti je në mendjen e tij. Kush është ky person? Dhe këtë do ta zbulojmë me anë të shenjave të horoskopit dhe të gërmave dhe të letrave tarot. Ky është një person shumë i dashuruar me ju. Mbreti i kupave tregon personin e dashuruar, është person i drejtë dhe mban shumë atë pjesën e balancës. Do të bëjë në gjithçka barazinë, ekuilibrin, të mbajë ekuilibrin. Do të bëj këtë rrugë për të ardhur drejt teje, shumë shpejt. Është një person që ka pas probleme në kullën e tij, të dërgon mesazhe lumturie në qiell të pastër, dhe treshi i kupave tregon për një festë të madhe që ti do të bësh me këtë princ. Ai është gjithmonë në ato ëndrat e tua. Është gjithmonë të mendon dhe të ka pranë vetes dhe se jeni larg. Ti gjithmonë ndodhesh në pak si e lidhur me litar, me thash në sy, por duhet t'i largosh mendimet negative dhe këtë bllokim emocional. Ta heqësh fashën dhe litari. Ky është një person shumë familjar dhe shumë shpirtëror, që do gjithmonë të ketë marrëdhënie të ngrohta dhe të mira, të sinqerta me ty. Kush është ky person që të mendon në çdo çast, në çdo moment? Do ta zbuloj me anë të shenjave të horoskopit. Kujt shenjat e horoskopit i përket ky person? Luanit, Akrepit, Virgjëreshës, Ujorit, Peshqive dhe Gafores. Kurse me gërmat mund të rezonoj, që është energji e përgjithshme, me gërmën P, gërmën J, gërmën O, V, S, D, K, G, Zh, J, B, A, U, X dhe gërmën G. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, një thank you poshtë videos për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura për t'ju mbushur me energji pozitive.